وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun xhalla shana falendrojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatat, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima, dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, pasi jemi në 10-shin e parë të muajit të Dhul-Hijja, para disa ditëve kemi hyrë në këtë 10-shin e parë të këtij muajit, deri në ditën e Xumë, deri në sotën e javë, është 10-shi i parë i muajit të Dhul-Hijja. Janë ditët të dalluara, janë ditët më të mira të motmotit, ku Allahu xhalla shanu i don, i ka dallu, i ka përmend në Kur'an ku thot wal fajr wa layalin ashr, pasha 10-shin, ku thot Abdullah ibn Mesudi e ka për qëllim 10-shin e parë të muajit të Dhul-Hijja. Po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka përmend në hadithe ku thot 10-shi i parë të muajit të Dhul-Hijja janë 10-shi ditë më të mira të motmotit që Allahu xhalla shanu i ka dallu tek njerëzit. Andaj ne do të ndalemi me i cekë disa këshilla, një 10 këshilla të shkurta për këtë 10-shin e parë të këtij muaji. E para është falendro Allahun xhalla shanu i cili ta ka mundsuar që të arrish këtë 10-shin e parë të këtij muaji, sepse shumë njerëz janë të privuar nga këto ditët. Shumë njerëz sot nuk i kemi në mesin ton, shumë njerëz janë të sëmurë, shumë njerëz janë në varë, shumë njerëz ndoshta edhe janë të pakujdesshëm ndaj këtyre 10-shin e parë, ndaj këtyre dytë që Allahu xhalla shanu i ka dallu. Andaj njeriu duhet ta falendron Allahun që Allahu ja ka mundsuar që të arrijnë këtë 10-shin, edhe falendro Allahun xhalla shanu për këto ditët. E dyta është synimi, vendos qëllim që ti kalojsh këto 10-shin, këto ditët me ibadet, me adhurim, me punë të mira, edhe nëse ti nuk mundesh mi arrit krejt atë synimin, atë qëllimin tanë, por ajo t'ja është ti me mnu një qëllim, një synim se une në këto 10-shin e Ramazan, në këto 10-shin e këtij muajit, une do të punoj këtë punë. Si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ka për qëllim me bënë një punë të mirë, edhe nëse nuk e bën, Allahu xhalla shanu ja shkruan sevap. E treta është pendimi. Ne si muslimanë kemi për obligim çdo herë të pendohemi te Allahu xhalla shanu për shkak të mëkateve të cilët i bëjmë. Mëkatet, njeriu kur i bën mëkatet, Allahu xhalla shanu e largon nga mëshira e tij. Mëkatet janë shkak që Allahu xhalla shanu me të largon nga mëshira e tij. Andaj njeriu e ka për obligim çdo herë që të pendohet te Allahu subhanahu wa taala, sepse pendimi t'i fshin gjunat, pendimi t'i fshin mëkatet, edhe je më afër te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu xhalla shanu wa tubu ila Allahi jamian ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju musliman, o ju besimtar, nëse doni të shpëtoni këtë botë. E katërta është lutja, që ti duhesh me shfrytzu këto ditët me lutje, duke lutur Allahun xhalla shanu që Allahu me të ndihmu që ti kalojsh këto ditët me adhurim. Pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë e lut te Allahun xhalla shanu duke thonë Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadik. O Allah, më ndihmo mu me të kujtu, më ndihmo mu me të falendëru, dhe më ndihmo mu me të adhuroj Allahun në mënyrë më të mirë. E pesta është shfrytëzoj këto ditët me tekbir, duke thonë Allahu Akbar, la ilaha illallah, elhamdulillah.
Se thot Allahu subhanahu wa taala, wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, ata musliman janë ata të cilët e përmendin Allahun xhelle shanuhu në këto ditët e caktuara. Po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet thot, fa akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Andaj në këto ditët përmendni Allahun xhelle shanuhu duke thonë Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. E gjashta është mundohu që të agjërojsh këto ditët, me agjërim. E sidomos natën, sidomos ditën e Arafatit, ditën e enjte, një ditë para Bajramit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai njeri I cili agjëron ditën e Arifës, shpresoj te Allahu xhelle shanu që Allahu mi afal mëkatet e vitit të kaluar dhe vitin që ka vjen. 2 vjet Allahu xhelle shanu ti fal gjunahat e tuja nëse ti agjëron ditën e Arifës, e cila është ditën e enjte që do të vjen apo një ditë para Bajramit. E shtata prej këshillave që ka duhet të kemi kujdes në këto ditët e bekuar janë edhe leximi I Kuranit. Muslimoni duhet me lexu Kuranin sepse është fjalë e Zotit. E Allahu xhelle shanu e don që njeriu ta lexon fjalën e Allahut xhelle shanu. Se na ka thonë që ai cili e lexon fjalën time ka sevap. Ai cili thot elif lam mim I ka 30 sevapa. Çdo shkronjë çka e lexon I ka 10 sevape te Allahu xhelle shanu. E luma I cili e bën hatme në këtë 10 e parë të muajit të Dhulhijhe e I fiton sevapet te Allahu subhanahu wa taala. E teta, bamirësia, sadakaja. Mundohu që në këto ditët me dhon sadaka për çdo ditë një pjesë të buxhetit tanë çka e kije, edhe nëse është e pak. Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, wattaqun nar walau bi shikki tamra, frigohuni xhehenimit edhe nëse jep sadaka sa gjysma e hurmës. Edhe nëse jep sadaka sa 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 100 dinar, po me qatë ti I frigohesh Allahut edhe ti afrohesh te Allahu subhanahu wa taala. E nënta është njeriu duhet të ruhet nga mëkatet, sepse mëkatet ta vulosin zemrën tënde. Mëkatet e vulosin zemrën e njeriu. E sidomos njeriu duhet të ruhet prej mëkateve të mëdha. Prej mëkateve të mëdha, prej përgojimit, gënjeshtët, syri keq, edhe çdo mëkat çka është mundohet të shmangësh, mundohet ti largosh, sepse në këto ditët shumë fishohet edhe sevapi, edhe mëkati te Allahu subhanahu wa taala. E 10-ta, edhe kjo është e fundit, mundohu atë çka din mja kallëzu edhe tjerit, edhe shoku tanë. Mundohu ma atë çka e ki mësu, mundohu me I bindë edhe tjerët, se këto ditët janë ditët më të mira të motmotit, ditët më të mira që Allah I don, që Allah I ka dallu, edhe Allahu xhelle shanu li prej nesh që ne ti shpeshtojmë punët e mira edhe të largohemi nga gjunat. Po më parasysh me SMS-a, apo në Facebook, apo në rrjetet sociale, apo e takon dikën, edhe kallëzoj se këto janë ditët të mira edhe Allahu xhelle shanu I don. Atë çka e ke mësu për veti, mundohu edhe tjetrit mja kallëzu, nëse don me fitu sevapin te Allahu subhanahu wa taala. Andaj ne lutim Allahun xhelle shanu që Allahu na bën për atyre muslimanëve që ne të angazhohemi në këtë 10 e parë të muajit të Dhulhijhe me vepra të mira edhe të largohemi nga veprat e këqija. Lutim Allahun subhanahu wa taala që mëkatet e tona, ata të cilët I dim dhe ata të cilët nuk I dim, Allahu magfireten na ban, Jannatul Firdaus nasib të na ban. Amin wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Xhamat e pranishëm e kemi një kërkesë nga Këshilli I Xhamis. Çdo herë një muaj ju kemi thonë juve garet për këtë xhami, andaj edhe ka koha që t'ju them juve sa të keni mundësi. Pasi janë ditët e mdoja, ditët e dalluara, ditët e veçanta të Allahu xhelle shanu, mundohuni ta mirëmbani këtë xhami, sepse ju jeni ata të cilët e keni mbajt dhe ju jeni ata të cilët keni me mbajt këtë xhami. Nuk vjen I treti për jashtë, po ata të cilët falen, ata
e kemi ne si obligim, pasi ne vim në këtë xhami, edhe falemi në këtë xhami, edhe ne kemi obligim ta mirëmbajmë këtë xhami, që nëse dojmë të fitojmë të Allahu subhanahu wa taala xhenetul firdaus. Ai cili padyshim sukurse e cekëm, ai cili jep edhe nëse ka 10 dinar, 100 dinar, padyshim se te Allahu xhelle shanu njeriu lufton ma që ka. Allahu të ka dhënë ma shumë, jep ma shumë. Allahu të ka dhënë pak, jep pak. Atë që ta ka dhënë Allahu, me çatë lufto, në thonë edhe jepe, sepse kime gjetë Allahu subhanahu wa taala ditën e kiametit. Është ditë e xumës, sevap i madh. Këtë ditë me që salavat në pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa i musliman i cili qënë salavat një herë, Allahu dhe me la që të bëjnë dua 10 herë. Ne qënë salavat duke thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema salejta ala Ibrahima wa ala Ibrahima innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala Ibrahima innaka hamidu majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون